Përderisa një pjesë e bulevardit Blagoja Toska është drejt përfundimit, kurse një pjesë tjetër është përfunduar, për vazhdimin e të njëjtit këtë vit nuk do të ketë lëvizje konkrete. Të paktën këto janë informacionet zyrtare që vijnë nga pushteti lokal në Tetov. Bëhet fjalë për vazhdimin e bulevardit nga shkolla e mesme tekstile e deri tek lidhja me bulevardin e Ilindenit, ku momentalisht rruga është tepër e ngushtë dhe e dëmtuar dhe krijohet kaos vazhdimisht. Vazhdimi i këtij bulevardi është nevojë urgjente për të lehtësuar komunikacionin në disa pjesë të qytetit të Tetovës. Pas përfundimit të një pjese të rrugës, nuk ka informacione të sakta se kur do të vazhdojë ndërtimi i pjesës tjetër të bulevardit. Vazhdimi i këtij bulevardi është nevojë e kohës dhe urgjente për të lehtësuar komunikacionin në pjesët tjera të qytetit të Tetovës, thon banorët e kësaj lagje. Do të vazhdohet shumë normale që do të vazhdohet. Po kur do të vazhdohet edhe unë nuk e di. Por e di si që 50 vjetë po bisedoj për këtë bulevard. Kjo është çdo që shesheni vetë. Për fat kam rrit deri te tekstila. Këtë kanë ngecë. Për çka problemi nuk e di edhe. Po shumë më mirë është. Të tjesa pak pengesë për fëmijët, po nëse bojnë ndërrur ose mbi orë për fëmijët me shku në shkollë, do të jetë zgjidhje më e drejtë. Përndryshe do të jetë më rrezik për fëmijët. Kur gjë tjetër. Do të më bo. Ama pele kurt, nuk kina shtet në herës. Derisa ka kriminale, jo. Pas përfundimit të një pjese të këtij bulevardi, ende nuk ka informacione të sakta se kur mund të vazhdojë ndërtimi që do të zvoglonte dukshëm kaosin në trafikun rrugor brenda në rrugët e qytetit, por kryetari i komunës së Tetovës, Bilal Kasami, është shprehur se vitin e ardhshëm do të jetë prioritet ky bulevard, por nëse e merr besimin edhe një herë në zgjedhjet lokale që do të mbahen në tetor të këtij viti. Për vitin 2025 është në plan pra vazhdimi i bulevardit Blagoja Toska tek kazerma e qytetit, ashtu që kemi edhe vendim, në fakt edhe kompani, biznes, firma apo operator që duhet të përmbyll ato punë. Aty jemi në fazën përfundimtare të përcaktimit të eksproprimit atyre pronave cilë shijin problematike dhe sigurisht edhe punime tjera në qytet për riparime në rrugëve, rrjetit së rrugës, sa i përket vazhdimit në pjesën nga shkolla tekstile deri tek lokacioni Mema, do të jetë në vitet e ardhshme, më konkretisht në vitin 2026. Rikujtojmë se vetëm për një pjesë të vazhdimit të këtij bulevardi u desh një dekadë, ndërsa për pjesën tjetër të mbetur me gjas do të duhen edhe shumë vite, duke patur parasysh se për projektet kapitale gjithmonë ka ngecje administrative, por edhe mungesë fondesh. Në ndërkohë, gati se 2 dekada në pjesën ku duhet të ndërtohet pjesa e fundit e bulevardit Blagoja Toska nuk jepen leje për ndërtim, ndërsa ka mbi 10 objekte që duhet rënuar. Disa prej objekteve u është bërë edhe vlerësim, por shumë vite më parë, por nuk ka informacione të sakta se deri në cilën fazë është bërë shpronësimi.